korrektori i vitit kaluar. Deri në mars të këtij viti, ne kemi punuar me pjesërisht me bërsinë e vjetër, do ta shpjegoj pak më vonë, me bërsinë e vjetër të sezonit të mëparshëm, kemi punuar me bërsinë e sezonit aktual dhe mbas sezonit kemi punuar me një sasi 1 ditë, përsëri me bërsinë e 2 viteve më parë. 7. Në vitin 2025 ne u dalëm në muajin shkurt nga mjedisi për dyshime të emitimeve në atmosferë mbi normën e gërkuar. Mos të ndalëm shumë këtu, është një çështje që e ndihmuam, është një çështje që e fituam, e treguam me matje, e këto matje që unë ju tregova në muajin maj, prill në vitin janë pikërisht këto matje. Këto matje vinin pasi ne ishim dalë, jo e kishim ndaluar procesin e parës. Nuk kishim dalë as 20% parës. Dhe ne rifilluam tharjen në muajin gushtë në Mosgakoj, për shkak se sasia ishte shumë e madhe e grumbulluar dhe para sezonit nuk mundën ta panin të gjithë përsi. Po, ky është procesi i matjes. Kjo daton, kjo pamja me vinç daton. Tani, kur ne përfunduam bërsimin e sezonit, tam dhe një pjesë të 2 viteve më parë. Ju nuk jetoni me ne zot, por unë do t'ju tregoj sinqerisht. Çfarishte nga bërësia e vjetër dhe çfarishte në 10 ditët mbas sezonit ishin momente që erën ne nuk kemi mundur ta kontrollojmë. Pjesa midis tetorit dhe në 19 mars e kemi fikur. Dhe datës 10 mars në temi nuk ka ekzistuar erë në kusht. Këtë e garantoj sepse skrabëri ka qenë punë. Dhe ai nuk është mjaftueshëm efektiv nëse ti ke një bërësi shumë të vjetër. Ajo është shumë e dekompozuar, era shumë e rëndë dhe për këtë shkak ai nuk është prodhuar për të trajtuar një bërësi të kësaj cilësie. Bërësia andaj trajtohet në sezon sepse nuk është e fermentuar, nuk është e dekompozuar dhe detyra e tij për të pastruar është shumë e vështirë. Më fal, kishit dhe një pyetje tjetër të tretë? Ndotja, si ato e bën qytetarët, por akoma vazhdon era. Jo. Po. Sepse ne kur kemi bërë ankimin, jo. Nuk ka erë. Ne kemi firmosur, ka qenë ajo që na ka ngritur më tepër. Por vetë janë 2 fabrika atje, nuk do të parë se kush e. Tani unë do të bëj fabrikat, ti do të fabrika autostrada, shikoj para karburant sheme. Kjo është e gabuar. Po, të lutem, nisë. Po të sjarënia. Në datën 19 mars e kemi tipën në kjatë. Prej datës 10 mars, në lërë të bëjmë shumë pak një. Prej datës 10 mars, dhe deri në 19 mars, kemi përpunuar bërësi shumë të mjetë. Vetëm këto 10 ditë. E gjithë sezonin nga tetori deri në 10 mars, ka qenë bërësia e sezonit. Nuk ka shans të ne të prodhuar aroma, sepse ky nuk janë ishte në funksion. Këtë do të tregoj kohë. Ju do të kuptoni që era e pakëndshme që vinte dikur në lushje nuk do të ketë më atë kurim. Çfarë do bëj biznesi tjetër që ekziston? Unë nuk mund të garantoj. Unë nuk mund të them dhe të fshirë mazgjishtin, ajo që ne na ka ndodhur, por nuk kemi në pjesë më e aromë. Këtë do të tregoj kohë. Perceptimin vizual, unë nuk mund ta shmang. Kemi bërë që të mundur, avujt janë të pashmangshëm. Nëse duam cilësi, do të mbajmë këtë pamje. Nëse duam kompromis me pamjen dhe të abuzojmë në cilësinë, mund të qëndrojmë këtu, por kjo është e padrejtë. Këto lëshojnë binca dhe nuk garantojnë aromë. Sepse jemi pa skarë. Po e së qarë. Okej. Patëm parë në fakt që bërësit që janë të reja, nga tetorët po, deri në mars nuk mbajnë aromë. Por ne kemi përpunuar dhe bërësit e tjera dhe ato e lëshojnë aromë. Aktualisht ekzistojnë bërësit të tjera të vjetra të mbajtura të tju? Nuk mundet. S'ka interes e para, nuk kam interes, as ekonomik, as teknik. Për shkak se ajo është e kalb. Ajo nuk prish gjithë bërësit tjetër.
ne kishim atë bërsi të sforcuar nga autoritetet. Nuk e kishim se donin ta mbanin atje. Pa thënë se sa humbje na krijoi ai bllokim. Ka ndodhur e pa dëshiruar domethënë. Akumulimi i bërësisë vjetë ka ndodhur. Nuk i kam parë këtu, ishin 10.000 metër kub në shesh, në shi për 6 muaj vesh. Pa prekur me si prekur do të dorë sepse ishin kuptuar. Atëherë nëse s'ndodh më që ta akumulohet bërësia e vjetër, nuk ka pse të vijë. Nuk e prekur me dorë bërësinë e vjetër. Sepse jo vetëm që problemi është shumë i madh, por s'kam interes. Ajo u vjetërsua tek ne. Ajo nuk erdhi e vjetër tek ne. Kush garanton të gjë? Kush ka garantuar? Kush e garanton? Edhe një. Po kush garanton të gjë? Por nëse ju vini dhe më bllokoni, ju keni kështu garanci. Nëse unë punoj dhe punoj në sezon, unë ta garantoj 100% që nuk ka përgjegjësi në Klasi qytetar, nuk ka si institucion. Unë jam qytetar. E ka faj institucioni, e ka faj subjekti, Roma, Dotja. Më lejo që ta sqaroj. Nëse përpunojnë bërësi të presë dhe nuk bllokohen në mënyrë të pavullnetshme për arsyet tona, nuk ka se si bie Roma, nuk ka shans Roma. Bërësia, më fal, 500 fabrika ka Shqipëria. Askush nuk ka Roma, sepse përpunojnë në moment dhe heqin, dhe ne e marrim. Ne kemi ndjera Roma. Është e vërtet. Unë nuk e kam mohuar të ju sa të gjuar. Por ne ju garantojmë që Arom nga Oxhaku jon nuk ka më ndryshme. Është e vërtetë që ti je shefti atë tjetër. Po deri valla, troç, thuaj që ka dhe tjetër asi. Ka njerëz që janë Nuk e di më tjetër. Po ti troç, atë shikoj se ti. Shikoj ti, shikoj ti. Shiko. Kem që mos shifti atë. Ti shpreha, ti je gjim që ti i ke bërë gjitha ato që dua. Teknikisht. Atëherë shpreha tjetër. Ani shikoni, Edhe unë mund të punoj në zonë me një xhak që çon 2 minutë për kanal. Por nuk e bëj. Kam për këtë. Ju nuk jeni kaq indiferent mos e dini që para meje ju më në shpreha ku ta dëj publikun. Ne kemi bërë atë gjë, ta marrim në shkollë, edhe ta gjejmë gjitha qytetarët në shkollë. Nuk shkakton ndotje. Se nuk dini dhe thoni, nuk është era e ciklonit tim kjo. Shikoni diku tjetër ta gjeni këtë. Ja pra se po. Çështjet mjedisore janë gjithmonë shqetësim madhor. Por hipotezat e kanë sensibilitet lartë. Para kritikisht unë falenderoj që ka ardhur të jep shpjegime përpara Këshillit Bashkiak. E vërteta është që teknikisht ne nuk jemi specialistë fushës. Dhe unë sado përpoqja futesha brenda situatës, është vështirë të kemë një konkluzion në lidhje me gjithçka ju paraqitet. Asnjë besoj këtu në sallë nga ne nuk është kundër biznesit. Përkundërzi, siç ju është shpjeguar, e gjithë ekonomia qarkulluese është në të mirë të ekonomisë lokale ose në të mirë të ekonomisë kombëtare. Për shkak se punësohen njerëz dhe natyrisht edhe mjedisi për shkak të efekteve që përmendos vërësisë, ka aspekte vetë pozitive. Por nga ana tjetër, unë po të disa kolegë të tjerë këshilltarë, kemi qenë ndër më intensivë në kërkesat tona, pikë pari jo biznes. Unë personalisht nuk kam bërë kërkesë që në këtë sallë të jenë pranishëm përfaqësues të firmave për të shpjeguar gjithë veprimtarinë. Unë kam bërë kërkesë që në këtë sallë të jenë pranishëm ata të cilët paguhen të parat tona publike. Specialistët dhe drejtuesit e agjencive të cilët monitorojnë dhe kontrollojnë veprimtarinë e punëve në institucionet private. Se ky është strumbullar i gjithë asaj që ju sapo e tha tani. E përmendu tani në fund, edhe për shkak të një, po themi, presioni të vogël të zamit. Pika është ajo që thatë ju është e gjitha e lidhur me veprimtarinë e institucioneve publike. Nëse ne do kishim pasur këtu vazhdimisht
përfaqësues nga agjencia rajonale e mjedisit apo nga ISHP-ja, që të na garantonin publikisht, sepse publikisht pastaj do të mbanin edhe përgjegjësi në lidhje me veprimtarinë e kompanisë suaj apo kompanisë tjetër, atëherë do të ishte shumë më qartë në gjithë situata për ne. Ne nuk kemi dashur kurse si të bim qartë as juve, as zotërisë tjerë që punon. Nuk jeni fare unë sot po njem publikisht me ju që keni këtë kompani, me thënë të drejtën, ha? Nuk e njoh fare zotërinë tjetër, nuk më intereson fare tani. Mua më intereson era. Dhe pyetja ime është kjo, si prind, si bashkëshor, si djali i moshuarve që mund të jenë në shtëpi, i prindërve të moshuar, apo gjysh i nipojve dhe imbesave, do ta kontestoni ju zoti Sheme publikisht aromën? E keni kontestuar ndonjëherë me veten tuaj? Aromën që për muaj e muaj me radhë është ndjerë nga Gramshi deri në Kardemar? Kjo është pyetja ime e parë. Pra do ta kontestoni? Ky është elbi. Do ta kontestoni apo jo? Tjetër gjë pastaj, është e dëmshme apo jo? Ato e vendosin institucionet. Po minimalisht do ta kontestoni? A njihni ju zoti Sheme në ndonjë vend në botë, në vend normal në botë? Ose edhe jo normal, qoftë edhe në Afrikë, vendin më të pazhvilluar, ku era ndotja aromatike, po e konsideroj, nuk e di nëse është term, ka term apo jo, po ndotja aromatike nuk shqetëson komunitetet? E doja përgjigjen në këtë rast nga ju, jo për t'ju atakuar, po doja vetëm për të kuptuar, a ju shqetëson me veten kjo aroma apo jo? Tjetër gjë pastaj nëse vjen nga ju apo jo. Po a është shqetësuese për ju aroma e tmerrshme për muaj e muaj me radhë që vjen pikërisht si funksion i këtyre fabrikave? Nuk ka rëndësi fare për mua e juaj apo zotërisë tjetër. Ju dha shpjegimin tuaj, madje në fund edhe pranuat që nuk është puna juaj, puni kontrollorit dhe monitoruesit e fabrikave, ajo është puna e tyre zotrinëve atje të paftë. Mos përdorni një term tjetër, pastaj edhe korruptuar, nuk e di. Po minimalisht paftë, të cilët për muaj e muaj me radhë nuk kanë dënjuar të japin shpjegime publike në vjetë që po ndodhte dhe në vjetë që kanë ndodhur. Dhe kjo nuk është fare normale, absolutisht normale. Nuk po ju përshtat teknikaliteteve, fiken apo ndizën filtra. Sepse thash, teknikisht unë jam shumë larg se situata. Nuk jam një fare që e njoh pjesën teknike. Mua më shqetëson vetëm një gjë. Aroma e tmerrshme që unë ndjej kur pi kafe në qytet, kur dal shëtitje në fshat, kur ngrihem mëngjesit ashtu në fshat, dhe kur pyes prindrit, me qenë se vi vetëm fundjavë se punoj e jetoj gjatë, kur i pyes prindrit, gjithë kjo situatë nga e prendja deri thamë që jam aty, në shumicën e rasteve, është e zakonshme thonë. Ti e ndjen vetëm 3 ditë, ne e ndjejmë 7 ditë. A është normal kjo të shënë? Përgjigja ime është jo. Nuk është normale dhe unë nuk e kontestoja. E tash në materialin që sa po lexova, pranoj publikisht. Prej nesh ka patur aromatik. Gjithçka që kemi bërë, që shihni aty, nuk ka qenë shumë e lehtë. Ju përmendet vendet e aromat. Janë 200 vjetë para nesh. Ne për pak vjetë kemi arritur të bëjmë gjithçka që sot bën në rajon. Dhe prandaj më them se jemi ndarë përfundimisht në aromat. Derisa kemi ardhur këtu, kemi vuajtur, kemi mbajtur peshën e rëndë të aromës dhe e dinim shumë mirë që ajo ishte një situatë që askush nuk ta dëshiron dhe nuk ta lejon. Por kemi luftuar me thonjë për të ardhur në këto investime. Më besoni, nuk jam të lehtë. Pra ju thoni që, ju të ndjesë në pres, ju thoni që e gjitha partën se nga kanë aspektit tuaj, fabrikës tuaj, është në situatë e lokalizuar dhe nuk do përsëritet më. Absolutisht. Ajo që ju thash pak më parë për sistemin licencë, është ajo që nuk do të lejojë në me të gjithë të sëtoj. Është absolutisht super kontrolluar, automatik, nuk ka mundësi për hamendësi. Parametrat i ke, parametrat në mënyrë të tektor të japin aromat, dhe me njëherë vjen inspektori fut fishën, lexon ti kush të dojë mund shkruaj, fut fishën, lexon, dhe thotë zotëri, ky parametër në bazë të këtyre dhënave ti e duke lëshuar aromat, sepse nuk ka një mjet sot që mat në mënyrë të drejtë për drejtë aromat. Është një përpjekje, për shembull, le të themi, ende nuk është e konsoliduar, krijohet një panel njerëzish, merret aroma. Ndjesë ju kundërshtoj sërish, po janë 100.000 ajo më shumë njerëz se ndjejnë aroma. Nuk e marrë, aroma nuk marrë
ndoshta teknikisht nga agjencitë, po matet me 100.000 njerëz, apo jo, ha? Këtë janë të tërë, por këto të dyja do të jenë në të njëjtin përfundim. Si sistemi dhe njerëzit që ndjejnë, njerëzit duke ndjejnë, nuk mund ta ndjejnë aromën pa ndjerë sistemi. Është e pamundur. Sistemi ka parametra që të thotë ti po dërgon aromën në qytet. Ka gjithë, dhe ti mund vishë ato mësh ku të duash. Sistemi i ruat të mënit, dhe ti vetëm vjen dhe lexon. Pa ndjerë dhe aromën në qytet. Ndoshta edhe mund mos e ndjesh aromën në qytet. Po kur vjen lexon sistemin, më thua zotëri, po ti ke çuar aromën. E thash unë gjatë e mirë, nëse unë që kërlisa dhe nuk di ka masin, ne vetëm e ndjek. Jo, mirë, Kjere, unë i gjoj shpjegimi shumë mirë, ka thash unë i ndoj dhe si se shkjarë se o gjenë, se për të mërë. Që i kishë mund duket mirë, ka një garancia në thotë që na tetoj, gjenë në masë 2007, si do ketë më herë. Absolutisht jo. Tetor, masë 2007. Atëre, na e lidhë institucionet e tjera që kemë, se ju thonë në nuk garantoj dhe fabrikat e tjera, fabrikat e tjera na lidhë institucionet që gjithë kush janë. Pizë, që arri që të eliminojnë, se anë po bëjë pizë gjithë subjekët. Detyra ime është ul kokën dhe të Jo, detyra jote është shumë mirë është nacionale. Nuk bëj dot atë. Jo, nuk e juaj, përveç sa ke shumë mirë për leto. Je i vënduar në këtë sjarë, do të qajë për parë nacionale. Po nuk do ja përgjigje edhe për të. Edhe Pa mbyllim këto investime, është e lehtë mish t'i japësh. po, Rendim. atëherë është Andaj, e jam me zërin e plot. po shumë, dakor. Këto nuk do të ndodhë pra. Sepse ne kemi mbritur garancia- në fundin e investimit. Garancia e subjektit dhe ju si pronar e bishë në tetori 2026, deri në marsë 2027 do ketë marrë. Edhe në të gjithë tetorët dhe marsit e Unë ardhshëm. do ketë, do ketë, Shpresojmë. do t'je tani ajo është bënë parametra siç e lexuam. Edhe matet e presi kërkesë shqiptar duam me gjitha matet analizat e tetor mars 2000 të kësaj periudhe duam. Pëna e sot, Edhe një, legjislacioni shqiptar kërkon 2 monitorime, vetë monitorim. Ne po propozojmë jo 2 monitorime. Autoritetet kanë drejtë të kërkojnë më shumë se 2 monitorime. Por ligji e ka 2 vetë monitorime në vit. Ne po kërkojmë të shkojmë në sistem të monitoruar çdo minutë. Që të mos lërë asnjë hapësirë që midis këtij monitorimi dhe këtij monitorimi, në këtë hapësirën e ngushtë, unë kam manevruar, ose ti më ke akuzuar e më shumë dot. Kjo e mbyll të gjitha diskutimet. Një pyetje kisha. atëre Pyetja ime është kjo. Pyetja numër 1 është që unë pas të bëri të investim. To filtra. I keni shkaktuar dhe në të komitetin pa. Po, Koji pjesej? Një pyetje kisha. Sepse ne më duket sikur kemi thirrur dhe për llogari para nesh. Ne kemi bërë shqiptarët, okej, ne kemi bërë këtë moshë, më fal. Kush bërë kërkesa nga këshilltarët? Këshilltarët është drejtuar institucion. Bravo. Ne duam vajzës të institucioneve, po shumë e thjeshtë. Kërkesa është shkuar Po pra zotëris. në një biznes. Po pra, ne s'kemi probleme me biznesin. Vajzues, ATM-s, edhe jemi okej. Institucioni ka thënë përgjigjen e shkrimit e ndavolirit. Prezantimi të Ne kërkuam kërkesë subjekti. Dim që ne kemi kërkuar dhe përfaqësues që të dalin para popullit, përfaqësues të AKM-s, të shpjegoj popullit lushnjak, përveç se që kemi ne si këshilltar në tavolinën. Kjo është më e saktë. Dhe s'kemi pse ta bëjmë zotrinë, para një përgjegjësie shumë mira i bëri mirë dhe Zotria ka ardhur thjesht për të bërë transparente atë që ndodh në biznesin Ne e duam tij. përfaqësues të AKM-s, ne këtë kërkuam këshilltarët në peticionin që bën. Dakor, ne kemi dokumentin, po e ka populli lushnjak dokumenti secili në dorë. Ne do vim të AKM-s të bëjmë sqarime. Dhe ne jemi okej me kërkesat e popullit lushnjak. Nëse ky sjarim në futim në linjë, ma për shumë mirë. Po mi zotria shumë e mori, por ne
Ata do të s'ka po. Veri ka bërë shumë që sqaroj, po nacionalmente shumë që sqaroj. Ishim në atë. Tani, për ta përmbyllur, domethënë, pasi diskutimi i rinit i preku të gjitha dhe unë mendoj që ishte shumë i qartë dhe shpjegimi dhe kërkesat që i rriti. Kjo ishte një diskutim dhe një shpjegim i dur që vlen për ne dhe për opinionin publik, pasi ndihmon njerëzit me informacion. Po është e vërtet që ne këtu nuk marrim dhe përsipër që të përkthejmë analiza, çfarë shikojmë që janë brenda kritereve ligjore, po s'marrim për përsipër që marrim përsipër që do ta themi ne këtë në fund. Për vendimin tim duhet kemi një diskutim nga specialistët që nuk ka të bëjë me ty, vim nga ata pjesën e vetë ligjore, se sa e dëmshme dhe sa e pa dëmshme është jo vetëm për ne këtu, por për gjithë opinionin qytetar, pasi siç e ndjej nuk ka moment që janë të gjithë të shqetësuar. Kjo besoj që ishte e mjaftueshme. Tjetër gjë? Nuk ka. Atëherë komunikoj. Faleminderit gjithë dhe njerë për ndjes nëse kjo histori dhe jam sigur që ka linduar dhe shqetësuar njerëzit, por kjo mbaroi këtu dhe jetë sigur që nga gjaku jonë kur nuk do të ketë aromë të takatshme. Ju faleminderit gjithë. Projekt vendim për miratimin e fondit për familje në nevojë që do trajtojnë ndjenjën ekonomike deri në 6% të fondit për kushtosur për vendimin ekonomike, si dhe ato që do trajtojnë në fondit e paketit vendor për muajin 2024. Pyetje. Nuk ka problem një vot atëherë do ta bëj. Kundër. Nuk ka abstenim. Nuk ka miratohet pika 3, kalojmë në pikën 4. Për miratimin e procedurës së përshtatshme për trajtimin e grave viktima të dhunës së familje, për pajisje në urdhër mbrojtje me strehim të minjëhershëm. Pyetje, koment, sqarim. Në raste të tilla, i kemi futur në vlerë të Këshillit Bashkiak, por mos të pritur një muaj kur kemi raste të tilla dhe nuk disponon dot për familje, propozojmë që të marrim një vendim të tillë që Drejtoria e Shërbimit Social bashkë me Komisionin Gjykatës që ka, të ketë mundësi të vetojë në mënyrë të menjëhershme për ta strehuar një banesë me qëratë për të vazhduar në një procedurë. Ka pyetje? Edhe për burra. Me problemat e fundit kemi pasur në rast të burra që bëhet fjalë për fenomenin e dhunës. Pasi hiqet kjo nga grua. Që do bëjmë propozimin të Po ja pra këtu një propozim që hiqet nga grua dhe kemi shkuar viktima Kundër Ngrit për karton, jo, se ka abstenim, djem që ka një pra, një ratorë, një ushim, një qëllë që ka pyetje. se me kryer. Kalojmë në votë si pika 8, vota pro. Kundër nuk ka abstenim, nuk ka, miratohet pika 4, kalojmë në pikën 5. Projekt vendim për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave shtetërore, të cilat kanë vënë në administrim të drejtorisë vendore të SHS-së. Pyetje për pikën 5. Kalojmë votën e vërtetë. Kundër nuk ka abstenim, nuk ka, miratohet edhe pika 5. Pika 6 kaloi projekt vendimi për miratimin e listës së përdorurës dhe faktik të kalimit në pronësi pa shpërbim të tokës punësore. Sa jemi një sekundë se si jemi, do 25 vota me si 25. Pikën 7 pastaj, ndryshëm. Pojmë.
Mirë, vazhdo. Nëse tjetra, do shqetësim tjetër me qytetarët lagjet që tjetra për avista, dhe balanën që të për baba është mund e 34. Zona dhe tjetër për avista tjeshtë, sa në atë 34. Shumë mund të gjerë se ta vene rrënë e s'kishtë. Në person fjallë atje, ka dhënë lëmurin e vetë asë të kuari në përsa për tjere punë. Po të shikosh ka amë, tjere në amë, e mund kryo edhe viktima punë. Një fëmit të ke imu, ku ka kamë në rëmatë që. Përsa. Trotuar, lëmur të shkjes trotuari, tani një, më të bukët se ka vënë këto tani, ka vekruar ka vënë këto. Këtë tjetër është Rizaka poshtë rruga rejtë është bërë tani, personi kanë në shqecimet të banorëve, të derdhë në të zeza. Diçka tjetër për editorja që më datën 5 sheshor, Kryetari i Bashkisë Irakës që ne bëjmë një vizitë, do të jetë në qytetin e Lushjes, kështu që do të bëjmë një nga pikat e agjendës që ai ka, është takimi me anëtarët e Këshillit Bashkiak, në mënyrë që ne të zyrtarizojmë ato partnerësie që nisën në Afin, dhe më pas të vazhdojmë në Lushje, kështu që ditën e anë do të kemi të gjithë pesën në agjendën e Kacës, siç do të përcaktuar në agjendën e Atëherë kam si shqetësim. Shqetësimi i parë. Të gjeni një formë për këtë marketet, supermarketet, kartona pa fundi hedhin të koshet, në kanë të fotot. Dhe ai koshin mund bajtë 3 kartona dhe mbushet. Atëherë të gjenet forma të palosen kartonat, të lidhen dhe të qohen në për kosha ose të qohet të gjeni një mënyrë vlerje. Është bërë një njësën para disa kohësh, është lëmë përgjysmë. Por kjo nuk mund të zjasim më mendoj unë, se ajo i merë era dhe nëzirë kartonat mund, pika se unë të shkollë. Po fakt ajo pati sukses në të bërë, çdo ditë në 5 në Lerni, por duke qenë se u mbushin sa shumë kanë dhe kartona është dhe respiratori kishte 3. Ne kishim të pamundur që t'i banin të ruanim akoma, kështu që tani shumë detyrojmë që të çojmë drejtë se në ato. Drejt landfillit. Atëherë të iniciojmë një biznes riciklimit kartonave, ta iniciojmë me si bashki, se kjo e vërtet është e mërshme në gjithë dushim marrin kartonat dhem, të iniciojmë të furnirë riciklimit. Po ka dakord, ja nxjerrin kartonat e mirë, 15 kartona e nxjerrë aty. Jo. Herën dhe në mbaroj ti, Roger. Po su palosin kartonat, po su lidhën, ne pra do kemi problem të mbledhjen e pafund. Kjo është shqetësimi i parë, është pafund. Kjo është mbledhje e pafund. E dyta, mundoja edhe të shefin e urbanistikës të sjela. E presim se ka 2 është, sepse ka marrë thjesht ata që kanë pas pika në rendin e ditës. Është dënë ana juaj një propozimi im që të trashët e një rrugë 200 metra. Ajo duhet të hedhur për të bërë tani, se s'bën, se vali pafundësisht. Do bëhen vali 3 vjetë, nuk është shkruaj. Në mbledhjen e muajit qershor ne do të sillim disa rrugë, kemi propozim që është bërë edhe nga shqiptari për Shakumbane, që do të jenë disa të cilën për të Pra arsye se ajo do sistemimesh rruga e prave. Nga përvoj që dalim dhe parafabrikatët, është rrugë midis familjeve, shumë problematike. Kam qenë me kryetarin e rajonit atje, kam hedhur shqetësimesh turka fushë, shkosh në fshatra ta kishtë atje dhe aty të është me por, unë flasë për dhe kjo kryetarit duhet më i prioritet, mendoj. Në këtë muaj qershor që duhet ta jetë për propozim. Dhe e fundit,
bëhet një kërkesë prapë në Fondin Shqiptar Zhvillimit në rrugën e Provojit, të fillojnë të kthejnë mendjen te projekti duhet korrigjuar. I është dëgjuar para disa ditësh personit. Për shkak të problematikave. Duhet bërë një mund mbajtës, me ndihmën siç ma kanë thënë inxhinierët në këtë kas. Inxhinierët kanë thënë duhet aty ku bërë mund mbajtës nuk ka çetuar, por duhet bërë mund mbajtës. O ta bëj bashkia, ta bëjnë ata të bëjë shkesën për ai kanë deri, por një punë e mirë, një rrugë e mirë. Duhet të mbahet, se ajo aty ka vetëm një melanazhe shumë të lartë. Kështu që duhet një mbahet dhe duhet të bëhet. Nga inxhinierët e kanë thënë, po më falë se dhe një shkete. Tani projekti që ma kanë thënë të inxhinierët e gjimnazit, rruga Nistor Mame. Kryqëzimi aty është shumë problematik. Do të me investime. Investimi që kemi miratuar, projekti. Kryqëzimin ma kanë propozuar disa, po të shta thënë me emër Anisa Miftiu, ka në hape atë kryqëzimin të hahet nga gimnazi, nga Lullishtja, të hape sa më shumë kryqëzimi, dhe të krijohet një xhep për kalimin nga shtëpia e Kozetës te pra gimnazit në fësitë e Istelishi. Dhe do të hapet ai kryqëzimi atje, bëhet shumë i aksesueshëm. Mendim special të cirohet si kryqëzim. Ka hajë Ty shtëpia ty është shkolla, të Skënderbeut, të shkolla Skënderbeut, të hyet e Lullishtja, të hyet e trotuarit e Litë. Duke hyrë të ky hapësira, ne e hapëm shumë si kryqëzim dhe e shpëtojmë atë se është pika kryesore ku kthehen të gjitha makinat që vinë nga shoqëria. Kryqëzim shumë i rëndësishëm. Ne që do bëhet investim i ri, hapet e si kryqëzim. Të mendohet Dhe ky një shqetësim nga qytetarët, zonja kryetare, po të fundit në rrjetet sociale po gëlon, lidhur me rrugën që është e Pallati Torres. Unë aty faktikisht parkoj makinën dhe sa herë që kaloj dhe makinën në parking dhe kthem, do të vesh çizme të kaloj për të hyrë ktheja. Sa do bëhet me atë rrugë aty? Shqetësime kemi dhe ne, në fakt i kemi dërguar disa herë dhe punojmë si duke qenë se është një segment shumë i vogël për ta bërë me ndërmarrjet tona, po kemi një problem me pronarët e truallit në Via Mërzeta, duke qenë se ajo nuk është në hartë rrugë, ka nuk është miratuar si rrugë, por është pjesë që shërben të pallateve. Dhe pronarët e tokës nuk na lejon që ne të investojmë pa marrë sipas atyre shkronësimit. Po jemi duke marrë të dhëna nga hipoteka se kush nga pallati ka pasur një pronësi, në mënyrë që ne pastaj të kërkojmë ata që kanë investuar te pallatet për të bërë pjesë. Do të jetë kjo ku është market landi. Ne kemi nxjerrë edhe lejet e ndërtimit, detyra përkatëse, për të gjetur se kujt nga atyre pallateve i përket si pronësi, në mënyrë që të shmangim dhe konfliktet sepse janë quar dy herë punëtorë që ka bërë me beton dhe ka pas një konflikt fizik me ata që kishin në investim, që pretendojnë që janë pronarë të tokës. Dhe që ne pëndërim pastaj me policijet tona duhet që të marrin të drejtën e pronësisë për e. E pjesa e shqetësimit që kemi lidhur unë Lelio dhe Piro, dhe pjesa e pallatit E sheshi, dhe pjesa aty. do filloj në qershor të investimin. Po presim të mbaroj tek gjykata, që është trotuari i para gjykatës, dhe në fakt të përmendë gjykata. Tjetër gjë ka një? Atëherë një ratimi proces verbal. Abstenim, nuk ka miratohet dhe proces verbal.